Pyetja radhës, Asalamu alaykum o gjendëruar, a do ta shohin Allahun në botën tjetër, ata që i zuri vdekja me shumë mëkate, por ishin besimtar, Allahu i shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne besojmë se muslimanët të gjithë kanë me pa Allahun subhanahu wa taala në botën tjetër. Por në hadithet të sakta kanë me pa më pak me kohë ata të cilët kanë pas gjënoa më shumë. Por se që kanë me pa Allahun, të gjithë që kanë vdek musliman, të gjithë kanë me pa Allahun. Ata të cilët kanë vdek musliman, sado që kanë pas gjënoa, kanë me pa Allahun subhanahu wa taala. Por dallojnë gjënoat të marrin kohë. Se në hadithet të shumta përjetimi, kënaqësia më e madhe në xhennet është me këshira Allahu, me pa Allahu. Dhe në hadithet të sakta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se ditën e xumë besimtar çdo xumë kanë me pa Allahun subhanahu wa taala. Pastaj gjunat mund me ndikue nëse dikush e sheh Allahun subhanahu wa taala çdo ditë, ai që ka gjunohe e sheh një ditë po një ditë jo, ose çdo 3 ditë, ose çdo 5 ditë, ose këto janë vetëm fjalë të mia, nuk është që ka për këtë hadith me dita që i përmendëm, por gjunohet nëse vdesin njerëzit pa u penduar për gjunoheve, ndikojnë në pamjen e Allahut subhanahu wa taala, por nuk ndikojnë mos me pa hiç. Muslimanët të gjithë kanë me pa Allahun wallahu a'lam.